Mirëmëngjes, doktor. Kemi fillu emisionin pa nisë, mirëmëngjes, doktor, mirë. Atëre, kjo pjesa e ciklonit në Elbasan dhe? Apo së Jo, nuk kemi ciklon. Po jo, tashi, du t'jemi besnik të agendës. Prit. Ja, bëjmë shaka. Çfarë Doktor, bënte oftalmologu? Oftalmologu s'ki. Po, tjetër. Qa bën s'ki. Doktori është me gjithmen në super formë. Skia thuhet që duhet mësohet kur je i vogël, se për ndryshe fillon dëmton këto kyçe e gjëra. Skia është një sport që është pasioni që mëson, nuk diskutohet. Unë kam një histori të veçantë që kur shkova me studime në Francë, me kolegët në pushimet e dimrit shkonim në ski. Dhe aty u mësuam, pa ajo që është e rëndësishme, mbasi mbarova atje, e mësuan gocat e mia dhe thoshin që neve jemi gati më mirë të bëjmë pushime dimërore se sa verore. Aq pasioni me, sepse është një sport jashtëzakonisht i shëndetshëm. Po gruaja çfarë ndjenjë kishte? Kundra. Nuk ka bërë ski kur. Gruaja e mençur, sepse thuhet që ka ca burra që ja mësoj grave me kast skin. Shpresi do rrushkasin. Po është një sport jashtëzakonisht i shëndetshëm. Pa dyshim. Sepse në ajër të pastër, të jep energji, të ndikon shumë te ekuilibri, jashtë mase, sidomos në moshat që kërkohet... Sa herë ke pra kohën kot në pyetje? 2 herë. 2 herë. 2 herë. Vetëm 2 herë, thuhet këto rast. Po njef në ortoped, mirë. Atje në Francë, sepse unë i bëj skit në Alpet e Francës. Po. Qofse keni dëgjuar ku janë këto domenet më të mëdha në botë, ku janë bërë lojrat në Albertville, të thënjishin, nuk e di çfarë viti, dhe janë, si me thënë, domenet më të ekipuara. Për shembull që të ngjitesh në ski, je me gabina, nuk je me këto... Nuk je me liftet. Me liftet, me gabina të mbyllura, plus pistat janë jashtëzakonisht të mira. Më kujtohet për shembull ku ka bërë aksidentin Schumacheri në atë pistë, unë jam ulur e ngritur disa herë. Po pse më doktor? Po brenda piste, ai doli jashtë piste. Ai doli jashtë piste, në një kthes. Doktori nuk doli jashtë piste. Doli kështu dhe kapi një gur. E kuptoj. Kështu që skia është një... Te kjo foto, ai si pun dreri mbrapa, është skulptur, besoj. Është skulptur. Skulptur, ishte... Sepse njeriu që është menuer. Është një nga 3 valetë, 3, domethënë është Mirabelli, Menueri dhe Courchevelli. Courchevelli famshëm, ase keni dëgjuar ku bëjnë të gjithë këta të pasurit. Jo, në fundi kemi dëgjuar jo për Courchevelli, për Khrushchevin, kemi dëgjuar shumë gjëra. Khrushchevi është shumë larg, keni. Mirë më fal, domethënë. Unë nuk e mbaj mend. Asun. Por tek koncert në fundimit është ai momenti që dikush nga që mërzitet me Khrushchevin shkoni bën tema simbolli i Khrushchevit te parku i Ria. Të cilin me siguri do ta kemi hequr si pemë sepse e kemi rinovuar parkun. Skia shumë e shëndetshme një dhe ajo që më bëri është sepse në këto stacionet e mëdhaja krijojnë për fëmijët ambiente shumë të mira. Ke kopshtin e fëmijëve, ku e çon fëmijën që ndikon jashtëmase në edukimin e fëmijëve. Unë ua këshilloj të gjithë miqve të mi, çon fëmijën në grupe me anglez, me francez, me gjerman, shumë që ndikon, që fëmijë që 3 vjeç. Dhe ndërkohë, dhe ti I ke heq qafe. Po pikërisht, ata I krijojnë kushte... Doktori, ka të rritura vajza, ti ka mirë, po dikur I ka pasur të vogla, Kam një komshi kolegi cili është e apasionuar pas skive. Si vjeta zvajta? Pse? Bëra syza. Sa I poshtë je. Desha them që skia është sport I shtrenjtë dhe vetëm një profesionist me të ardhurat mira mund ta bëj. Se ka dhe njerëz që shkojnë dardh. Kema? Po pra, shkojnë dardh, po atje nuk ka lift. Si ajo Bersaleta, eko la città di Vora. Dove? Stacione më të mira në afër Shqipërisë, ne I kemi bërë, ka shumë shqiptarë që shkojnë në Shkolashina. Po s'ka Brezovica, 2-3 vjetë të fundit. Po, është në Maqedoninë e Veriut, si quhet? Mavrova, ose Brezovica në Kosovë. Këto janë më afër. Ka Bullgari,
abordohet nga shqiptarët me çmimet është dhe në Bullgari. Po, Në Bullgari ka stacione shumë të mira. Banska. Shumë të mira. Popova Shashka, Shapka si quhet, dhe është një stacion shumë Banska, po Banska më duket është më shumë për këto banjat. Ku e di Ka stacione shumë të mira. Në vendin tonë, sikur po nuk kemi neve bord që ndryshëm, nuk kemi kaq shumë. Doktor, je më tepër pasionant i sportit kur e bën vet, apo edhe ndjekës i sportit për shumë? Ja, jam pasionant i gjërave që bëj vetë. Ndjekës i sportit jam null fare, nuk i ndjek fare. Nuk është se, për shembull, ke një emocion veçantë që kena fituar në dje me Jordanin, për shembull. Fare. Dje ne kena fitu me Serbim, duke dhe. Jo, dje, para ca ditësh. Kuptohet. Shpjegimi është i qartë. Po jo me Jordanin. Ajo, po. Këta pasionet e... Pyetja e kelit shumë e shumë. Jo, nuk jam kaq profan fare. Nuk diskutohet, aq më tepër që një ngjarje është zakonisht e rëndësishme si kampionati botëror për vendin tonë e ndjek kështu sepse s'të lën, e të dosh mos t'i ndjekësh, nuk të lën rrjetet sociale të gacmohet. Të vinë. Edhe pacientët kur vinë për shembull, me pacientët nuk ke shumë nuk ke shumë kohë. Nuk e shumë. Që kontrollon Si jemi ne? Jemi mirë me sytë, domethënë. Derisa ju shikoni për larg shumë mirë, pra arrini të lexoni titrat e televizorit atje, për larg e shumë mirë. Jemi te 110% që për larg, për afër. Ndërsa për afër çdo njeri mbas moshës 45-50 vjeç duhet të mbajë ato që quhen syzet për afër, syzet e leximit, syzet e moshës. Po që mbaj unë zakonisht. Të gjithë, ja dhe unë. Po, të gjithë pra. Malisht. Po pse nuk i bën dot operacion të heqësh këto apo? Po tani pse duhet të bësh operacion, një gjë kur nuk e nevoj për larg. Operacioni njëherë është një ndërhyrje estetike. Një njëri me të drejtë gocat e reja, apo zotëria që ka nevoj dhe për larg. Syti ka të bukur, është e bukur pik nga fillimi në fund. Tani, dëshiroj shumë ta kem në vizit së shpejti. Për syt. Për syt. Për qëtësim. Dakor, po. Se ju s'keni as nevoj që ti ndryshosh ngjyrën. Se bëhet dhe ndryshim ngjyra? Bëhet dhe ndryshim ngjyrat. Kolegun mund ta bëjmë pak si blu. Urdhë? Mund të bëjmë si blu. Kështu edhe i merr në qaf këto antarët e uris, jo më. Çka kemë më? Jo, s'kam. Doktor, po raportin me plazhin, preferoni të bëni not apo të konsumoni një drekë të mirë të majme si kolegu? Raporti me plazhin e kam domethënë si meskin. Nuk diskutohet. Që ka punë doktor është këtë, se ai po ngrof koha, niset. Unë kam, domethënë, në jug të Francës, në Nice, atje i bë pushimet. Po si i ftohtë ujti atje? Jo, Costa d'Azzurra, po që për temperaturë është pothuajse siç është. Jo, ujti, sepse e më afër aty, po i afrohemi oqeanit pak a pak. Edhe është parimi që rrezet më të mira janë përpara orës 11. Kështu që unë shkoj në plazh, që në 7:30, 1 orë shëtitje në grup, 1 orë në ujë, 1 orë në diell dhe mbaroj plazhi për mua. Ka që është? Paqësh. Mbas orës 11. Mbas orës 11 e mirë. Po mbas ditës del fare. Në 5 ose në 6. Mbas dite. Po me pinë jo pse kur? Jam kundër pijeve. Spi fare. Pavarësisht se jam nga vendi i Rakis, por nuk e njoh fare. Ama spi rakiçe? Fare. Kam një shtëpi në fshat dhe organizoj shpesh kështu darka, gjëra kështu. Po ke parasysh si janë në Mallakastër, me ato dollit, me gjitha kështu. Ju pini ujë? Unë jam. Jam për verën, kam një kantinë të mirë, gjitha kështu. Që e ke tëndën, ke një vreshme, në? Timen të gjitha. Dhe më prodhon verë dhe ndërkohë nuk pinë verë? Shumë pak. Verë, thash pi. Pi. Po jo alkohol, jo koktejle, këto të plazhit. Jo, këto që... Në plazhin e zakonisht shumë... Keri e kishte fjallën për rakin. Për rakin. Se rakia është... Për ne i Moskate kisha fjallën. Të jetë çfarë të doj. Nuk e prek fare me dorë, ha? Rakin nuk e pi fare. Por ama verë të bardha apo verë të kuqe? Verë të bardhë të kuqe, tani është në mod rozea. Rozea. Është e lehtë. Sepse dhe ftohet. Është edhe ftohet, dhe në qikë është... është me e letë në këto dyja. Kam njohur në këtë verë në zonën e Bregdetit italian, dhe më thënë afër Anconës, në atë zonë,
një verë të kuqe që ata e përdornin si verë të bardhë, që e ftonin, që ishte prodhimi tyre i veçantë. E më bëri shumë përshtypje të mirë. Verë kuqe si e përdornin si të bardhë? Po. Në fakt e niste si e bardhë, po nga këto lëvozhgat si quhen, bërësit e rushit, merte atë ngjyrën e kuqe. Tani për verat, numri 1 është Franca, sidomos zona e Bordeaux, po nuk qëndron larg dhe Italia. Për mua, Toskana është... Italianët janë të poshtër, do më thonë, sepse thonë që erdhën e truskët, pra janë pelask, i dhanë verën galve, pra francesve, dhe pastaj u kthyen prapë në Itali. Po e zhvilluar romakët, me thënë të drejtë. Romakët pa dyshim, edhe vreshtat e Durrësit thuhet që... Po. Thuhet që Shqipëria, dhe këte kemi marrë vesh nga enologët, në fakt që Shqipëria ka akoma, për një rasi nuk shpjegohet se si, rënjë origjinale romake, të asaj periudhe, flasë, tani uroj që vreshta jote tjetë e njëjtë. Por shumë pasione, doktorë, shumë gjërat ndryshme që janë jashtë mjekësisë. Po një njeri për mendimin tim që ka një kërkesë kaq të madhe, sidomos në punë e përditshme, unë javën e kam jashtëzakonisht të ngarkuar me pacient, me operacione. Ti punon vetëm në Shqipëri apo në Francë? Vizita. Tani kam filluar që të, domethënë me që jam afër pensionit, kam filluar që... Se ka herë dini pensioni, doktorët? Këtë mos e thoni se është e pabesueshme. Ka ishtë në formë për mëndet pension. Profesor nuk kanë qeftin bajnë një nxjerrin, kështu që në Nis të Francës jam lidhur me një klinik ku punoj gjatë verës, edhe ne kanë filluar, sepse ata kanë aparatura shumë më të... Tani e kuptohet që a bo masorës 11. Më të sofistikuara, më të reja aparatura, sidomos për këtë heqjen e syzeve, gjithë kështu. Dhe më lidhur me një klinikë atje dhe qoj her pas herë, ja kjo klinikë, kjo foto. Kjo është në klinikën në Francë? Kjo është në, jo kjo është këtu, po ajo para kësaj. Nuk ka ndonjë ndryshim kjo këtu me ato atje? Jo, ka shumë, se ai aparati që isha ullur unë aty për para, në që ose nëzirni, është 700.000 euro, kështë që nuk ka fuqi shqiptari të blekët. Po kjo varka, apo kjo s'ka? Këtu jemi në lumin e Shalës. Në lumin e Shalës, jemi në lumin e Shalës. I kam zgjedhur unë, për merak foto. Po më mbeti mendja tek ajo shtëpia e Gurit. Ju bën namet, që themi ne, pse do ndërtosh shtëpi, pse do kthesh një herë në fshat, se do investosh. Unë jam këtu nga Franca në 96, në fundin 96. Edhe bas 2 vitesh, unë jam me origjinë nga Mallakastra, nga fshati Hekal, që është mu në rrës të Bylysit. Po e kam përshë? Po një fshat imbrekullushëm me një pamje nga lugina e Vjosës, në madhështore, ku duket Sazani, Karaburuni, është 400 metra mbi nivelin e detit, dhe aty kishte familjen, dhe prindrit, dhe aty vendosa që atëre të bëja një shtëpi guri, në 2 mishin e kam bërë, në 2 mishin, këtë shtëpinë e gurit, pasaj zhvillova zonën për rreth. Zonën, po dhe me ullishte dhe me shok. Kjo është brënda shtëpia. Kjo është basement. Po, basement. Edhe sipër kam 4 dhoma, do me thënë. Edhe habia ishte që të gjithë në thoshin ore pëse nuk e suvaton shpinë. A, që e le me gurë. Ashtë të thonë, doktor? Mentaliteti. Fshatit atyre. Me gjitha të ka bërë kam qenë një shkëndi për mendimin tim që e zhvilluar goxha. Fshati e Kalit e zhvilluar shumë, tani ka ardhur rruga e re. Më është i aksesueshëm mbi të gjitha. Me asfalt deri në Bylys. Deri në Bylys. Është bërë një resort shumë i mirë, shumë cilësor. Resorti Agroturizëm Bylys. Do më thënë, është bërë një fshat i vizitueshëm dhe si vjet ka ndodhur diçka shumë e bukur. Ka bre shtëpi një holandez. Në Hekal? Në Hekal. Kushuri i largët me rapo Hekalit, me siguri. Pikërisht. Nuk ka fare lidhje me Mallakastra. Po fare. Shumë interesant. Unë rrjet nga familja e rapo Hekalit, nga familja ime. Por ata janë, do më thënë, një djalë nga Lezhë, ikur në Hollandë, bas 25 vjetësh. Motra ati nuk di, martuar me një holandez dhe kjo qifti
A, vjen holandezi mbas të shoqës? Ka ndërtuar shtëpinë tani. E ke gjiton? E kam gjiton, 50 metra më larg. Edhe e pyeta, çfarë ju shtyti? Më si është bota e shumë, shikon, më thamë. Ka vend më të bukur këtu, tha, unë jam pak dhe tifoz i arkeologjista. Aeroporti do bëhet 20 kilometra më larg në Vlorë, tha. Një mrekulli kështu domethënë, është një vend që për mua po të investohet do të shtoj shumë turizmin. Interesante. Tani kamera duat me fokusoj doktorin, pasi unë të them emrin. Me dikush është kjo holandezja, më është holandezi është gruaja e Albana Shalës. Gruaja thash. Bashorti. Bashorti Albana Shalës, përkthyesës. Përkthyesës. Albana Shalës përkthyesë, njoh. Më duket se kemi intervistuar si çift. Duhet të Po. i trasim. Koleg, mos më me thashë theme, domethënë marrim një holandez të rastësishëm. Po. Ka shumë mundësi. Ka shumë mundësi. Dhe siç po thoja, do kalojmë te Patoni, kur va përmendim juve ju shkëlqej. Pasioni i fundit. Patoni. Jo Batoni. Patoni. Patoni mund futet në të dy thundrakët, por të tjetër lloj. E ka personale, se ka një shef familjar. Kur? Po ke qenë tu e thuj kështu kokës, për gotë kokës të shimë. Ajo mërbur, jo mërbur. Ishte shishe, Kush e porositit? Unë jo mërbur, fëziu. Generali George Patton, ka qenë... Nuk ka lidhje me general. S'ka lidhje. Nuk ka lidhje. Patton. Patton është kalim, do të thënë që është 5 vjeç. Në Mallakastër? Shifeni një vit në Malin e Çajs. Sa i bukur është. Po si racë arabe do t'jetë, se që ka i vogël. Kjo është racë puro vendi. I Shqipërisë? Puro vendi, po edhe në vendin ton ka 2 raca kuajsh vendi. Ka të veriut, që janë të vegjët, të mbledhur, për të ju adaptuar terrenit. Janë më... Po, lëvizin si dhite egra. Ndërsa kuajt e jugut janë më kaba, më të plogër. Po, kjo që ka geg atër? Ky është geg puro. Geg puro është në çaj, një nga luginat më të bukura, ua këshilloj ta vizitoni. Në çaj të Kukësit? Në çaj të Kukësit, futesh në grykën e çajit dhe shtëpia e fundit, qelloi një miku im i fëmirisë, edhe më thot, hajde, atje vjen, atje kishte 5 kuaj. A Patoni është në çaj të Kukësit? Patoni e ka origjinën nga çaji i Kukësit. Po ti e ke marrë nga çaj? Në moshën 2 vjeçe, unë e kam marrë dhe e kam çuar në Pezë, në shkollë për ta edukuar. Po ka 3 vjet që është në shkollë. E ke në shkollë? Po, këtu në Pezë. Si ecën me mësime apo? Në verë. Çalon. Në verë, jo e keqja është fushimi. Në verë e çojnë në çaj. Për verim 2 muaj, 3 muaj atje. Çfarë ndodh përpara 2 javësh? Shkon profesori që e mban këtu në atë, shkon për ta marrë në çaj. Nuk vjen, Kali. Jo. Proteston. Dhe ai miku im e nxjerr në një vend nga ana e Shishtavecit. Aty gjën një ekip kameramanësh të televizionit. Po, ka qenë nga RTS-ja. Nga RTS-ja. Ka qenë dalja e parë e Patonit në televizion. Ti kur e shoh unë habitem. Mos ka qenë programi marrëshmirash? Nuk e di, jo, nuk ka qenë program kështu rastësi atë. Një kronik. Edhe bëj një kronik, 1 minutë, 2 minuta, ata kur e shoh për Patonin. Kur e shoh dhe unë doli Patoni pa leje në televizor. Po pikërisht. Edhe ç'a bëj e hedh në Facebook, them dalja e parë televizive e Paton. Patoni, emri Paton ka një histori shumë të bukur. Unë kam mik shumë të ngushtë, Neritan Cekën, me që Neritani ka punuar në Bylis për gërmime dhe gjitha dhe i them... Deri tani vonë, po dhe tani punon me të bie. Dhe tani me të bien, po. Dhe i them Neritani, do mi japësh ca emra Bylja. A e do emër? E doja unë, e më dha Neritani 5 emra. Midis tyre unë zgjodha Paton, ka qenë kryetari i këshillit, do me 2300 vjetë më përpara në Bylis. Do me ka qenë... Ka një histori, nuk ka lidhje me... Nuk ka lidhje me gjitha. Është emër shumë interesant. Atëre, Paton, mund tjetë një të gjëtë. Mund tjetë pysim zotin Dalibaj. Pasioni është i mënqur, me siguri. I Kalit dhe i Kalerin, është vetë, do me kafsha. Kali për mua është jashtëzakonisht i ndjeshëm. është një nga shoqëruesit për mua më të mirë. Unë ka patur dhe qenë, dhe mace në shtëpi, po ndjensin që të jep Kali është e pa imagjinueshme. Kur ju sheh, për shembull, si sillet? Jo si sillet, për shembull në momentin që ky erdhi nga çaj,
erdhi nga çaj që kishim 2 muaj gjysmë pa u parë, sa shkoj me makinën time në stall atje, kur ju afrova, më lëqoj kokën këtu, nuk e keni iden sa çandjeshmërie të jep Kali. Dhe për mua është një nga kafshët shtëpiake më të vlefshëm, ka 600 vjetë në duket që ka hyrë, që ka zbutur, ka hyrë në familje për agrikulturën, për transportin, për tani më vonë, shoqëria moderne e përdorë më shumë për qef, e përdorë për sport, e përdorë shumë. E, po tani nuk do ta mbrejmë Kalin që t'i vëm karrocën nga pas, unë me sa vurare nga pamjet, ai jeton dhe gati në kushte natyrale, Në çaj, ai është në kushte natyrale, ndërsa këtu në shkollë është në regjim. Ka disiplinë këtu. Me disiplinë, në stall, kjo është fusha e stërvitjes, dhe është momenti që unë ta shaloj. Nuk e kam shaluar Patonin. Që qa zonë është e bukur kjo këtu. E zmadhoni do të atë. Unë duke ikur me Kalit. E di si quhet kjo? Shtegu i duleve. Jo, shtegu i duleve në tjetër. Unë duke ikur me Kalin, shof Kalin kështu. Dhe daldoj, prandaj e kam rrethur atje jetë një sërkallë. Sërkallë, se bëjnë do të zumë. E nuk e di e bëjnë zumë. Prandaj e kam bërë kështu. Po sa i ndjeshëm Kali, do me një zona që e bukur shikon. Ka një barë, nuk ka petë. Këto janë ato kodrat të shtegu i luleve, kodrat i shef përballë, kur ecë për të shtegu i luleve. Kjo ja ku duket shumë bukur. Do me thënë, këtej majtas është lugina e çajit. Djathas është fillimi i Malit të Morit. Në djatha është Malit të Morit. Si Malit të Morit, jemi në Kukës të më bu. Më falë, Mali Korabit. Moraj Korabit se nga trenë. Mali Korabit, më falë. Mali Korabit është një mbrekulli. Po, sepse në qaj je shumë afër me Radomirën dhe aty pastaj merr dhe shtegun për t'ikur në Korab. Të gjitha, do më thanë aty, sa që në pikën ku është Mali Kalabatit, është akoma piramida ku ndanë zonën Kosova, Macedonia, Shqipëria. E qenë aty? Po. është një mbrekulli. Unë shkoj çdo vit atje. është një mbrekulli. Vëndi është zakonshëm. Unë ma merr mendja që ti shkon edhe për të bërë shëtitje, për të njohur zonën. Unë shkoj kur kam Kalin atje për të njohur zonën. Më fal vetëm një minutë. Koleg, a di sa mirë hahet në çaj? Ti nuk e iden, domethënë gjëra fare të thjeshta, po të jashtëzakonshme. Më falë, doktore. Po natyrë, boronicat më të mira, ka shumë kështu të ndëfit e egrë, dhe gjithë zonë aty jetojnë me këto bimet medicinale, është një zonë jashtëzakonisht me një potencial të jashtëzakonshëm turistik, në që se bëhet rrugë. Se iki këta, bëjnë rezorte, pastaj dhe... Rezorti zhvillim është. Po, zhvillim, po jo ka që i madhë. Sa me i madhë. Tani Patoni është 5 vjeç? Patoni kam bushur 5 vjeç, e kam akoma në shkollë. Sa do qëndroj në shkollë? Dhe kjo shkolla më shumë për çfarë duhet? Do më thënë që të kalorosh më vonë? Nuk e ke den. Të më thënë, unë nuk e kam për të bërë gara Patoni. Patonin e kam vetëm për të shaluar vetë, për qef, për të kaluar një kohë me të. Dhe jam unë duke u përgatitur, ky është një nga kuajt më të urtë të shkollës atje, Shila, Kalibart, të gjithë dhe fëmijët, të gjithë. Ndërsa Patonin, po e stërvitin, ky është Arjan Rugji, do me profesori, kolonel. Profesor, sportist, është jashtëzakonshëm. Jashtëzakonshëm me një dije të jashtëzakonshme. Është kampion, si kalorës është kampion. Tani ka vajzën dhe një kalorës tjetër shumë të përgatitur që ka marrë pjesë në gara dhe ata po ma përgatitin Patonin që të bëhet gati të shaloj. Jo, shumë mirë. Duket Kali ka marrë përësi kujdes se është doktor kjo lartë. Kali ka marrë vetëm përësi kujdes se po vjen doktor Klodi që pa marrë për gara. A ju ka ndodhur të rëzoni njëherë nga Kali se në ski, okej? Jo, po dëgjo. Është i vogël shumë. E para një tipi ime është gabimi zero. Okej. Gabimi zero, sepse
Do ti këtu gjithjet me precizion, do më Po nuk diskutoj tani të... Drivendur? Fare. Vërtet fantastike. Po vajzat çfarë thonë, se ski nuk kishe injektuar? Po, vajzat kanë ardhur, vjen rrallë tani që kanë dalë mjeke në Francë, janë jashtëzakonisht. Të dyja mjeke, a? Të dyja mjeke, kanë dalë mjeke. Po çfarë mjeke, nga e morën këtë punë? Sepse nuk studiuan gjuhë letërsi. E madhja Laura, unë vajzat, do më thënë, i kam Laura, i kam quar në Francë në vitin e 3 të gjimnazit, që se të marri me Shqipa, viti 3 dhe viti 4. Viti 3 dhe viti 4 duhet në Francë, sepse lëndët e maturës dalin që në vit 3. është i do mësdoshëm. Dhe duke bërë një lice francez, ato konkuruan për në mjekësi. Sepse mjekësia ati është me konkurs. Bën lice shkencor. Liceun më të mirë, lice Louis le Grand, do më thënë të përgjithshëm që i themi ne këtu. E përse, ata ndoshta e ndajnë në të përgjithshëm dhe shkencor. Nëse nuk ka rëndësi. Jo, atje është liceu përgjithshëm dhe në klasën e liceut janë të ndarë me në ndekë. Kështu që mbasi fituan mjekësinë, mbaruan fakultetin e mjekësisë. E bën Francë? Të dyja, atë Paris Descartes, apo Paris 6, universitetin që kam qenë dhe vetë. Po, pas ka një picirë, jo picirë, unë falenderoj me sinceritet. Franca ka to regullat e të meshme, po të mbetesh në një provim, mos ta marrësh përsëri gjithë vitin, ka ca historie. Jo, është Italia kjo. Ashtu, e? Po. Franca ka sistemin më të mirë. Në vitin e parë të fut 3 vetë. Po. Dhe ju thot, quhet trungu i përbashkët. Dhe ju thot, nga juve vetëm 300 dalin mjek. Do me në fillon në shtator, tje programin, në qershor bëhet konkursi. 300 do dalin mjek, 300 të dytët stomatolog, 300 të tretët farmacist, 300 të katërt të infermier, gjithër prandaj quhet trungu përbashkët. Kështu që ata e din që në shtator. Dhe është një me vërtet strapacime, këti të shkosh fëmijët, unë atëre kam thënë të bëra që i qova vajzat. E mori konkursin vajza e parë, e dyta, donim të devijonim. Donim të devijonim, e më thotë, babi, thotë, unë nuk e shoh vëndin, vete në vënd tjetër, thotë. Kështu që ta provoj, po mora mirë, po se morë, kështu ju bën të dyja mjeke. Dhe drejtimi që kanë? Atëre, pastaj, mbas fakultetit të mjekësisë, në Francë ka atë që quhet konkursi specializimit. Prap konkurs? Po aq i fartë. Po aq i fort dhe nuk arritën ta kapën, me se kishin shumë dëshirë të bënin okulistikën, po nuk arritën ta kapën dhe janë bërë mjeke interniste quhet. Të dyja tani punojnë në spitalet e Parisit, ata e kanë si ligj 3 deri në 5 do punosh për shtetin, pastaj mund të hapësh kabinetin privat. Si mjeke interniste janë në kirurgjia, apo thjesht në interniste janë të gjitha për diagnozën. Për diagnozën e mjekimin e sëmundjeve të brendshme të gjitha. Ky është specialiteti, ky është ai mjekësia e vërtetë. Po, ky është specialiteti i vërtetë. Po themi Dr. House. Dr. House. Kështu që jam jashtëzakonisht i kënaqur, jam me vërtet krenar, se kanë një jetësuri shumë të mirë, janë të stabilizuara të dyja në Paris. Tani, që do më babi më shumë se kaj? Kur digjon gjithë të gjëra, ne që merrim me punë të tjerve, se ne këtë punë kemi, këtë zanat kemi, se së të rishë e shoburë, dhe më thënë, të rishë le e fare, dhe ri Shqipëri, Francë. Është shumë me vënd të pyetje, e ke lidhe ma bëjnë shumë këtë. Problemi është që profesioni jonë është jashtëzakonisht i veçantë dhe të duash të tërhiqesh ti. Telefoni të ka rënë gjithë kohës. Jo, nuk janë pacient. Ata që i bie nuk janë pacient se e kanë parë doktorin. Në momentin që e kanë parë, do të thotë s'ka problem në syt. Problemi është tani ata që s'më kanë parë. Sepse këtu më shumë ecën kjo që s'të kanë parë, po Kelly thotë shikon thotë se pata në emision doktorin bën këtë punë, nesër mua sekretarja ime vetëm do marri të takim. Ose mund të kenë marrë me Qaushin Kalin, nga këto pyetje shëndetësore. Doktor, unë ju premtova dje që nga politika nuk do ju pyesim, por si gazetar që jemi, do shkon gjua aty ku dëmbi. Keni postuar për para 2 viteve disa foto me ish-kryeministrin Fatos Nano.
Dhe do, kur kërkohet për ju, automatikisht dalin edhe këto foto dhe lajme të miqësisë tuaj. Si paraqitet gjendja e tij sot? A është mirë me shëndet? Se ka kuriozitet. Ka shumë kuriozitet. Me Fatosin, jemi miqë të vjetër që në ditët e para, kur jam kthyer nga Franca, Fatosi ishte miope dhe vinte më takonte dhe për mjekësinë dhe kur që kryeministër dhe krijuam një lidhje shumë të mirë. Për mua është një nga kryeministrat më të mirë që ka patur vendi. Është një nga politikanët më open mind që ka patur vendi. Vetëm ajo risia që futej në këtë vend duke dorëhequr, duke bërë gjitha kështu, është një shembull. Përsa i përket jetës private, Fatosi është një njeri që është vërtet që me cigaren, me duha, me alkoholin kështu, dhe pati një periudhë për vjetë, do më thënë, që u shtura në spital, me të cilën për mua doli me shumë sukses. Dhe shkaku që kam hedhur këto foto, se dhe Fatosi da pse jo dhe, me thënë të drejten, është shumë signifikativ për mua. Kishim 6 muaj që nuk kishim komunikuar që në për spitale, rëndë dhe shu edhe me SMS. Kur një ditë të bukur, telefoni me zë. Wow. Më thotë mua, më ka ardhur koha për kontrolin e syve. Mas 6 muaj, dhe shumë i vajti më dhe syve. U preke jashtë masë e i thash, pa tjetër i thash, do vish sot, nesër, edhe me një kondit i thash, do bëjmë vizitën, dhe do shkojmë në restoran. Të në vizitën, u ullëm, dhe jam alëngjër me vërtet, do me mbas një shumë, dhe të gjitha parametrat medikal, Fatosi i ka shumë mirë, dojnë qikurajo të rekuperoj muskulatura, dhe gjitha kështu, për mua është në rrugën e dur. është mirë me shëndet, se dhe unë kam dëgju që është mirë me shëndet, unë kam kohë që nuk flasë me te, edhe për një arsye, se është një nga enigma më të mëdhaja, do mëndë që... Po dhe mjekët janë të shumë kujdesshëm se e mbajnë aq mirë me shëndet sa duhet që mos kalosh bëhet shumë mirë se pastaj fillon los. Jo. Do e mbajnë në një nivel që edhe të jetë mirë. Shaka janë gjitha ato që thuhen lart e poshtë nga njerëzit për ty, po ne e dim që e ke lënë. Unë vetëm një enigmë kam. Pse gjithë jetëm thotë o çoma? Ka thënë asnjëherë në emër. Ai nga çamëria. Po mirë, o çoma, domethënë gjithë jetën e vet, domethënë isoj. Që më bëdhe më kujeti francez. A, mirë. Ti pak të pas ka bo francez? Është tipi. Mirë, të ka i thënë vërtet, a kesh krenarë. E ka mu krenarë që jam afer atje. Po, është i problem, se kur e t'i gjojë o qomë, këthenim kokën 10 veta, se i kështë shumë qamë afer. Dhe unë e quaj vetën nga e piri veriut. A, mrekulli. Me gjitha të, ti ke mikë Fadosnarën, po ke edhe mikë dhe këta tjerët që... Ka diferenci. Nga krau tjetër, dhe më. Unë të gjithi kam mikë, do me thënë, mikë në kuptimin. Duke qënë se mjeku i vetëm i ardhur nga Franca gjithë kështu dhe nuk ka për shëndetin në shumë, të gjithë i kam patur mikë, të gjithë. Ja, këtu për shumë kemi me Ismail Kadareni. Kjo është spitali ku kam qenë, po, spitali im, që është Notre Dame, Majtas është spitali më i vjetër, spitali Hotel Djequet, edhe jemi në, si me thënë, jo në Holly, si thonë, në Baqen, në kopshtin e spitalit, vinte shpesh Ismaili, se banonte dhe afer, nga ky spitali, unë jam me bluzën e bardhë, Ismaili me Elenën, po kemi kaluar periudha shumë të bukura me këtë qift, me njerim të madh që kur uleshe në tavolin, humbeshe. Ismaili ka një tip jashtëzakonisht të vështirë, ditët që nuk ishte në ato të vetat, arrinte të thoshte, kush jeti? Ishte lezetshëm me shumë, ndërsa kur ishte në të vetat, si një fëmijë që tregonte gjëra aq thjeshta, aq të thella, që unë kam shuar jashtë mase nga Ismaili, dhe me këshillën e tij kam marrë dhe një vendim. Unë isha shumë mirë i stabilizuar në Paris. Shumë mirë, edhe me shtëpi të mirë, dhe shumë, pata një shansë kështu, dhe në spitalin më të mirë, edhe në 94-ën,
që unë mbarova diplomën dhe u fillova punë aty, ke parasysh, po do më thënë, aty karriera, në qofse ti nuk ke një fakultet mjekësie franceze, nuk të lë francezi për karrierën universitare në gjithashtu. E diskutomi shpesh, e diti se më Ismail, qa më thu të këthemi? Më pak shu të shikon, më thëmë, unë kam dash të them vetë këtë punë, po vetëm nuk më pëlqen situata në Shqipëri, thët. I tha shiko tani, unë jam pregatitu këtu për mjek në stadin më të përsosë. Në Shqipëri s'ka fare okulistike. Do bëj që do bëj unë atje, kisha bledhe disa aparatura, dhe është Ismaili që më ka edhe ndikuar, më ka shtyrë në këthimin tim në 96, ose mund të kthehesh këtu se ishte situata. Po që nuk jam pishmën. Pavarësisht se Shqipëria nuk ka ecur ashtu si unë mendoja, por nuk jam pishmënd, ndërtoja një nga klinikat më të mira private, kam ndikuar që kam futur në Shqipëri atë që quhet oftalmologjia franceze, do metodika, teknika, pavarësisht se politika ka ndikuar, ka bërë. Po që nuk jam pishmënd fare, jam jashtëzakonisht i kënaqur, dhe jam duke menduar për të tërhequr, por nuk tërhiqen dot. Mos u tërhiqen. Derisa i plotson pasionet e tua dhe kështu siç je. Aq më tepër që oftalmologjia ka një gjë fantastike që nuk ka shumë emergjenca, në sensin që natën edhe fleni gjumë ju, nuk është se ju bi telefoni non-stop. Në mëngjes po, bie, por natën jo. Ky është një nga mentalitetet më të këqija. Ka një personalitet italian të poshtër fare. Po ta thash pse do të ngjelet hatri. Dien dhe të adha mullit e gjitha. Jo, është e personalita që dikujt një okulisti në spital i bie të fikët dhe kolegët e vetë bërtasin, a ka një mjek këtu? Edhe do më nga ana mentalitetit, kjo është një gjë shumë e keqe, sepse ka ndikuar jashtëzakonisht për keq në shërbimin e okulistikës që mos të shikohet me syrin për ta zhvilluar. Përse? Që në komunizëm ishte ideja që do të mbredhin brapa profesioneve që vdesin. E kupton me kardiologjia gjithë kështu. Syri të verbon. Po ta marrësh nga ana sociale. Syri të nxirr të paaft dhe shteti nga ana sociale do ta mbajnë në kurriz gjithë jetën. Jo, këtë bëre mirë që e the, sepse pa shqisat njeriu, domethënë shkuptim ka pastaj të jetosh në një mënyrë shumë më tepër të vështirë. Kuptohet, ka njerëz që për një fatkeqësie mund të jetojnë, por Keli është jashtëzakonisht e vërtetë dhe më vjen shumë mirë që u hap kjo gjë se kam diskutuar ndonjëherë. E kam ndeshur më sot në jetën reale, në marrëdhënie me shtetin, në marrëdhënie me ministrinë, e kupton? Një gjë konkrete. Xhami i syrit sot është heq xhamin e syrit dhe vë një xham syri tjetër të marrë tek një njeri i vdekur. Quhet transplanti kornes. Është nga më rezultativët sepse nuk ka në gjaku. Ngjit me njëherë kur i thot. Kam 10 vjet. Me kërkesa, me të gjitha, hajde më ta futim në qesutë. E di kush është përgjigja? Na bën një program, edhe i bie të jenë 100-150 në vit. Ndoshta edhe më pak. E pra, drejtoresha e spitalit, ministria, qa për 100 sy do bëjme, ne po na vdesin të sëmurë nga të gjakut, nga zemra gjitha. Ky mentaliteti i lidhur nga, si më thënë, trashëgimia e vjetër, që në komunizëm, le okulistikët ati nuk vdesin njërës. Kështë që nuk duhet më thoni këtë, okulistika, ju e thatë shumë bukur shqisat, janë më të domosdoshme. Sepse të nxjerr, të verbohet një njeri 50 vjeç, sidomos nga diabeti, nga këto, dhe ta mbaj shteti 20-25 vjet mbi kurriz me përkraje sociale, kjo është shumë herë më e dëmshme se çdo gjë tjetër. Kështu që dua që këtë gjë, domethënë sidomos administrata e re, që nuk po arrin dot të stabilizohet akoma. Shikoj, mos të duket e pamundur, doktor, sepse nëse është e mundur, ne do të bëjmë koleg, boll, ti boll.
Ti bo. Në këtë sens, duhet që ta marrin, t'i shikojnë në profesionet, sepse sot janë të mundura të gjitha. Dhe nuk janë pa mundura. Doktor, falenderoj shumë. Ishte vërtet kënaqësi. Shumë falenderoj. Shumë e thjesht bënim një bisedë për profesionin, po është më mirë kështu. Se dorim të njihnim në disa... E di që do ikër se të kërcet telefoni. Mirë, pas pak që ndodh. Kemi ciklon. Anira më burë, anira. Ke për ta pati.